Hej, të dashur miq, pas pak ja nisim me të ftuarën e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e Mam, Lajthiza dhe Dino Rios që janë çdo javë me ne, gjithashtu duhet ju lutem secili për ju që na ndiqni javë pas jave të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube për të na ndjekur por edhe për të na dhënë sugjerimet tuaja sa i përket të ftuarve apo temave që duhet të trajtojmë në Mam. Fillojmë me të ftuarën e radhës. Të shikoje fëmijën tënd që të fikej dita ditës ishte shumë e dhimbshme. Sepse kur shikoj video tani sa shumë gjëra ka pas bërë, sa shumë kështu, i them vetes që ku ke gabuar. Por është thjesht diagnoza e tillë. Në Mam do të kem mami Eraldën, mamin e Amlës edhe Puhizës, por gjithashtu mamin dhe krijuese mamushë.com. Dhe ekspert e laktacionit njëkohësisht e shumë të tjera që do i zbulojmë sot në episodin e radhës të Mam. Faleminderit që je sot. Faleminderit që më ftove. Ka shumë për të folur. Kemi shumë për të folur bashkë, si mami njëkohësisht, sepse kemi dhe si mami, po dhe si mami në episodin e sotëm. Kështu që kemi shumë për të mësuar prej teje, por dua ta nis nga ti si person, nga ti si mami, mami Eralda. Kur ja nise me bebat e tu? 25. Ka qenë dhurata më e bukur që kam bërë vetes për 25 vjetorin tim. E para ka qenë e Amla dhe ka qenë një dhuratë e papritur, sepse mjeku para se të koncepton një shtatzani na kishte thënë mua dhe bashkëshortit që do ta kishit shumë të vështirë. Për të konceptuar? Vërtet, po pse? Unë, duke qenë profesionit, para se të filloja rrugtimin e prindërimit, doja të bëja gjithë analizat, sepse kjo ishte gjë e parë që na kishte thënë mjeku para se të filloni, gjithë pedagogët tanë. Dhe shkoj bëj një kontroll pak përpara dasmës, dhe nga analizat që nuk dolën mirë, doli AMH-ja shumë e ullët. Dhe sa të doli aso kohë, e kujton? Nuk e mbaj mend, po e mbaj mend që ka qenë në një vlerë e ullët. Por mjeku tha nuk është shqetësuese, por gjithsesi tha duhet ta mbajmë në monitorim. Dhe kjo ishte 6 muaj para dasmës, dhe unë i them burrit tim jo, nuk do bëjmë dasmën, nuk do martohemi, ti ke të drejtë, domethënë të kesh fëmijë, mbase do jetë rrugtimi shumë i vështirë. Dhe ai më dëgjoj, normalisht unë flas shumë, ai flet pak më pak se unë. Dhe më thot, po mirë, thot unë, së mora aty se e makineri bebesh, unë të mora aty sepse mua më pëlqen karakteri jot, personaliteti jot, çdo gjë e jotja. Sepse unë të dua në fund të fare ty. Në atë moment, kur ti dëgjon këtë, e ke shumë të vështirë ta konceptosh edhe fakti që dikush është martuar me ty, thjesht sepse të don. Dhe në tentativën e parë, madje as nuk e dija që isha shtatzan, mendoja që pse çam ka bërë dëm diçka. Më thonë unë profesionistja neglizhoja çdo simptom. Vetëm po që ishte tregonte. Vetëm sepse më ishte ngulit në kokë që do ishte shumë e vështirë që unë të bëhesha nën. Dhe kur kam parë testin e shtatzanisë, që ka dalë pozitiv, nuk e besoja dot, dhe vetëm qaja pafund. Dhe që nga i moment e dija që do ishte gocë, dhe dëshira ime ishte që t'ishte gocë. Pse e kishe këtë dëshirë? Sepse doja të krijoja një super gocë rebele, dhe doja të krijoja një super Amazon, që të mposhtet çdo mit. Nuk doja të projektoja gjithë ëndrat e mia, ajo doja që ajo të kishte personalitetin e saj, edhe të luftonte që t'ishte rahat me veten e saj. Si ishte ajo shtatzani? E tmerrshme. Vërtet? Po. Ka pas shqetësime? Po. 5 muaj kam qenë me regjim shtrati. Po pse? Rrezik dështimi. Rrezik aborti. Dhe domethënë si e zbulove, pra shenja e parë cila ishte? Kisha shumë dhimbje, barku të pafundme. Domethënë kur e krahasoja me çka kisha parë nga eksperjenca e mamave në maternitet gjatë lindjes, më dukeshin sikur ishin realisht të ngjashme me kontraksionet. Aq dhimbje kisha. Dhe kisha të vjella pafund.
Po, do me thënë, mbaj mend, mbrëmjen e vitit të ri, të gjithë njerëzit po festonin, unë isha te banjoja, babi im më kishte sjell një jastik të madh që të mbështetesha, një tapet që mos kisha ftohtë dhe unë kisha përqafuar vc. O zot. Dhe ka qëndruar gjithë natën me mua babi. Sepse njëri tjetër nuk ja bënte zemra që sepse isha shumë keq. Dhe më thot mjekja që shikoj një tendencë për qafën tënde të mitrit që mund ngushtohet. Është mirë që të fillojmë edhe dhimbjet. Ishte shkurtuar apo po? Po. Dhe thash më mirë që ta mbajmë nën vëzhgim. Dhe do të këshilloja regjim shtrati, derisa të jesh në këtë grad. Dhe unë kam qëndruar me regjim shtrati gati 4 muaj e gjys. Okej. Po të vjella të përfunduan ndonjëherë? Jo. Asnjëherë? 9 muaj? 9 muaj ka qenë vetëm të vjella? Madje me vajzën e dytë dhe pasi kam lind kam pas të vjella. Po. Po çfarë si e shpjegonin këtë? Dhe edhe në fushën tuaj, domethënë edhe nëse ti e ke parë. Ka një gjë domethënë që shpesh herë kur të ndodh diçka që është rëndom që ndodhesh deri diku nuk të rrezikon jetën ose shëndetin e bebit, e lën aty. Okej, kjo është hipermezim gravidarum, ke të vjella, nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Pastaj duke qenë se unë isha regjim shtrati dhe mua thjesht më vinte koka vërdall, futesha dhe lexoja. Dhe nga ajo ç'a lexoja, nga hulumtimet, nga kërkimet që ishin bërë, thuhej që vinte nga një mungesë e vitaminës B. Tentoja që ta merja vitaminën B, kur merja vitaminën B që më mbante stomaku, unë isha pak më mirë, të paktën nuk villja aq shpesh, por prapë domethënë i kisha po pak më të lehta. Si duket kur u stabilizua pak ajo gjendja e vitaminës B, nga muaj 6-7 e kam shijuar goxha shtatzanin shumë, se fillova dilja, fillova të ecja vetë, në këmbë, se makina nuk e toleroja do, në këmbë, po, unë dhe djetoje. Po. Ti kur e ndjeve bebin, duke qenë në regjim shtrati kur e ndjerë bebin për herë të parë, besoj. Po, dhe nuk e kuptoja, sepse ishte fiksi kur djeja ato flutrat në stomak. Vajzën e madhe kam ndjerë diku nga java 16-17, ndërsa e vogla, më shpejt, 12. Gjithmonë me dyta ndjet më shpejt. 12, po, është se ti tashmë e din ndjesinë se si është, por përgjithsisht e dyta, domethënë zakonisht janë më trazovaçe dhe janë më të gjalla. Dhe si do përfundonte shtatzani e parë? Si do konkludoj? Linda me cesariane, sepse isha shumë e lodhur dhe mjekja tha nuk e përballon. Zgjati shumë, pra si le themi si proces lindje, më thënë unë niste për natyrale apo jo nisi direkt? Mama kundërindikoi mjekja direkt. Për shkak të vjellave, besoj. Për shkak të hidratimit, të vjellave. Domethënë unë realisht, siç më tha mjekja, nuk e ke forcën fizike ta përballosh një transh të gjatë të procesit natyral. Pak edhe friksuar, sepse kur e di se ç'a do të ndodhi dhe kur e di se çfarë ndodh, domethënë mjekja mua më shpjegonte dhe unë kokën time kisha imazhe si në film, se çfarë do ndodhte, ku do kalonte bebim, domethënë kisha gjatë gjithë kohës imazhin e krijuar. Ajo shpjegonte dhe sa edhe pak dyshimi më i vogël që unë lexoja në mimikën e saj, isha okay, dakord. Pastaj u pendova shumë. Pse? Sepse pas lindjes cesariane, gjëja e parë instinktivisht që më erdhi ishte ta merrja ta përqafoja gocën, sepse gjëja e parë që ndodhi kur e pashe amlën, më rridhnin lotët se nuk e besoja do që më në fund lindi dhe atë e kisha krijuar unë. Ishte krijesa ime praktikisht dhe më vjen për qark kur e kujtoj. Dhe gjëja e parë që doja të bëja ishte ta merrja ta përqafoja dhe ta mbaja. Dhe nuk e bëja dot. Dhe duhet t'i thoja domethënë, këtu e kam ndjerë se sa vulnerabël është momësia dhe më ka ndryshuar komplet. Edhe qasje se si unë punoj, sepse unë duhet t'i thoja dikujt tjetër që të më afronte fëmijën tim, që unë ta ndjej aromën e fëmijës tim. Më kupton? Dhe vetmja gjë që ty të bën është që të sjellin bebin te faqja, që është një gjë prapë shumë e bukur, por nuk krahasohet me ndjesinë që kisha parë mamat, që ju vendose bebi në gjith dhe ka pas shumë mama që instinktivisht bebi ju ja kapte gjirin vetë dhe fillonin direkt gjithëdhënie në moment faza e parë jetës, ora e parë. Dhe prandaj unë
edhe kur bëj kurset prenatale e reklamoj, le të themi shumë golden hour, që është ora e parë e artë e jetës. Sepse në atë orën e parë ndodhin shumë gjëra të bukura si për mamin si për bebin. E qartë. Dhe pas atij momenti vajza do të kontrollohej nga mjekët, pastaj do të kaloni në dhomën e pritjes. Që qëndruat, le të themi, ku e bëre, në cilin prej spitaleve? Në institucion privat. Privat, okay. Po, privat, sepse nuk kisha një eksperiencë shumë të mirë nga publiku. Se ti ke qenë, në fakt, ke pasur një eksperiencë si mami, le të themi, tek Geraldina, Okej, te Geraldina. Dhe më saktë zgjodha dhe mjekën, sepse ajo më inspironte besim dhe kisha shumë besim. Nëse pyes në këtë pikë, ka qenë e vështirë për ty për të zgjedhur mjekën që doktoreshën që do të ndishte 6-7 zanis, apo e ka qenë një doktoresh e cila të ka ndjekur përpara se të mbesë 7 zanë? Me doktoresh Denisën, unë jam ndjekur që momentin 7 zanis, sepse doja një mjekë që një nuk e njihja, dhe 2 i kam kërkuar vetëm këtë gjë, të lutem më thuaj sa më pak që t'jetë e nevojshme. Nuk ka problem, dua të di sa më pak. Sa më pak informacion? Po, sa më pak informacion. Po pse mendon që është kështu? Më kapte paniku, do me thënë, nëse unë do kisha një informacion pak më shumë, ose do më thuaj një gjë që, se ka një gjë, do me thënë, sot jemi në botën e informacionit. Problemi është që unë në punën time të përditshme has shumë mama që kanë shumë informacion se që duhet. Unë e kanalizoj në 3 hapa informacione që ty të duen dhe ke mundësi të veprosh me këto informacione që ti mund t'i dish dhe me një farë forme mund të ndihmosh profesionistin dhe informacione që ti mund t'i dish po s'ke as një farë veprimi dhe nuk ke as një farë potence të ndërveprosh sepse është gjitha puna e profesionistit. Por nga ana tjetër, fakti që ti e ke këtë informacionin, të shumë mama ka panik. Ka stres. Dhe kjo transmetohet te bebi. Dhe më bën shumë përshtypje, për shembull, kur mamat nuk e kuptojnë që ky stresi i tyre, ose fakti që bebi e tyre po qanë dhe shumë e agituar, vjen nga fakti sepse nëna nuk është e qetë. Jo sepse nuk do t'jetë nëna e qetë. Pra duhet ta besojnë këtë gjë që ndodh kështu. Duhet ta besojnë. Dhe ta shpjegoj pse, sepse ne themi stresi, por në fakt stresi rrit nivelin e kortizolit. Kortizoli kalon nëpërmjet nga mami te bebi nëpërmjet gjirit. Dhe bebi nuk e kupton fare se çfarë po ndodh në atë moment, thjesht i ka ardhur kjo vala e kortizolit që atë e agjiton, e panikos, mund t'i rrisë rrahjet e zemrës ndonjëherë, dhe bebi nuk e kupton fare se çfarë po ndodh dhe fillon vetëm qan. Ndikon ky kortizol në prolaktin. Po, e ul nivelin e prolaktinës. Dhe rastet që kam të mamave që ankohen për mungesë fluksi të qumshtit, janë mama që janë shumë stresuara. Janë të panikosura, kanë pasur lindje të vështirë, kanë pas një eksperiencë traumatike gjatë lindjes ose përpara, dhe kjo i frikson jashtëmase. Nga ana tjetër, has edhe një diçka tjetër Orinda, domethënë, mama që takoj janë mama që kanë terror të gabojnë ose të friksohen. Janë perfeksioniste. Janë perfeksioniste, por për pos perfeksioniste i frikson shumë fakti që ato mund të bëjë një gabim që mund të jetë i pakthyeshëm ose që një të ardhme fëmia e tyre mund t'i paragjykojë për këtë zgjedhje. Sepse shumë mama në momentin që bëhen nëna shikojnë se sa mirë janë prindëruar, pra sa e mirë ka qenë eksperienca e tyre momësisë me maman e tyre, ose se çfarë ju ka munguar dhe çfarë mund të kishin përmirësuar. Ne kuptoj. Dhe e shikoj që duan të bëjnë më të mirën dhe ka një frikë edhe ta prekin bebin e tyre. Dhe qeshin gjithmonë thotë, të qoftë se nuk janë aq delikat sa duken. Janë thjesht të vegjël në trup. Por po të duan ta bëjnë dëmin e bëjnë, kështu që. E vërtet. Dhe si do të ishte për ty pjesa e gjithënjes me e vështirë. E vështirë? Shumë e vështirë. Sepse goca ime kishte refluks. E di që thonë që nuk ka refluks bebet e para, do me thënë muajt e parë, por pasi kemi filluar kurën në muajin e 10, aty ka qenë shumë e dhimbshme për mua Sina, sepse kam kuptuar që fëmia im 10 muaj të jetës së saj ka përjetuar një dhimbje të tmerrshme nga refluksi.
Dhe ajo pinte, dhe sa pinte, e nxirrte të gjitha. Ndërkohë që unë nuk kisha më çfarë t'i jepja. Tentoja t'i jepja formulën, sepse ishte jetësore në atë moment për gocën time, e refuzonte dhe formulën. Nuk e pranonte fare. Andikoi kjo në peshë? Apo jo? Jo, sepse çuditëri, dhe kjo ka qenë një gjë tjetër që nuk na ka favorizuar fare me amlën, as me bujisën, sepse merrnin peshë, shtonin nga 1 kile. Qartë. Dhe kjo, do me thënë, i çonte mjekër që thonë se merr peshë, është mirë, nuk ka nevojë që t'i fusim kur, që ta kurojmë ose t'i japim një medikament që t'ja qetësojmë refluksin, sepse ta dish ti qa bebesh kemi ne me refluks që marrin 3 kile 6 muaj. Dhe me thë, okej, po goca ime nuk është mirë, sepse e amla muajin e parë tjetës, do me thënë, për muaj i parë, për çdo mama, pas lindjes është esencial, është thelbësor. Dhe qasja që ne duhet kemi, duhet jetë shumë pozitive. Sepse është një ndryshim rrënjësor për mamin, dhe është një ndryshim rrënjësor dhe për bebin. Gjatë gjithë muaj të parë tjetës, mund të ketë fjetë, e gjitha, po ta mbledhësh bashk disa minuta, 30 minuta. Dhe unë bashk me të. Qa thua? Po. Gjumë është esencial në... Po. Dhe më vinte keq sepse kur unë shkoja te pediatra ose shkoja te pediatria, i tha, nuk po fle, vetëm qane, ka një hallë, ka një shqetësim, ase ju mama të reja këshu jeni, lastoheni. Dhe unë i tha, okej, nuk është çështja që unë dua të lastohem, se nëse unë dua të lastohem, shkoj diku tjetër, nuk vi këtu në spital. Gjej një institucion tjetër, një vend tjetër ku mua më bën ndje mirë, jo më keq. Por vetëm qan goca, dhe jam shumë e lodhur. Dhe realisht, po mos kisha pas mbështetjen e jashtëzakonshme të familjes time, unë nuk e di se si do kisha mbijetuar. Unë gja isha shumë e ndryshuar, isha shumë e lodhur, acarohesha më lehtë, e kisha më të lehtë, do me thënë të panikosesha, pavarësisht gjithave e ruaja qetësinë, po ishin të tjerë që duhet ti qetësoja, sepse ishte edhe kjo pesha, po ti e profesionit, se kupton ti se qa ka. Ndërkohë unë e dje që kishte diçka që nuk shkonte, por thjesht nuk ja vendosja do të gishin, sepse detyra ime edhe si mami, dhe si mami nuk është vendos diagnoza. Por ama, unë e kuptoja që kishte diçka që nuk shkonte. Unë e kisha gjithkohës dorën të zemra e saj dhe i dëgjoja rrahjet që ishin gjithmonë duke u ngadalësuar, Dhe i them bashkërorit, i them unë do ikim edhe nuk e kam mend të shkulem nga spitali sepse e ndjej që ka diçka që nuk shkon. Mos u fikso, është frika, mos e bëj tragjedi, se shko sa shumë mirë, po qanë, po ja ti provojmë një pikë tjetër. Jo, i thash unë do ikim në spital dhe nuk do t'ja di fare. Kemi shku te spitali, shkua, na dha një shurup, thamë që je ti e lodhur, po ta japim për të bërë qefin ty. Okej, për të bërë qefin ty. Po. Okej, thash unë, më s'ka gjë ma jep, dua vetëm të më shëroj gocën. Pastaj, a mendon ti se po më bën qefin, mua pak nuk më intereson. Ja japim shurupin dhe qetësohet për momentin, po unë mendoj se ajo qetësohet sepse ishte shumë e lodhur, kishte vjell gjithë ditën. Shkojmë makinë dhe kisha dhe mamin me vete. Dhe bashkëshorti më thotë që hajde ikem në shtëpi, thotë se jemi afër, gjithsesi jo, unë nuk lëviz që këtu dhe kam qëndruar në parkim. Tha po pse po fiksohesh, pse po stresohesh kaq shumë, sepse ne sapo e morëm medikamentin. Ore, thash goca do filloj të vjellit tani, në këtë sekond, dhe e ndjej që do ndodhi kështu. Dhe pa mbaruar fjalin filloj të villte. Dhe ashtu e kam marrë gocën, kam dalë nga makina dhe kam shku te neonatologja me gocën që villte me presion. Aty e kanë mbajtur në nënvëzhgim pastaj, më në fund u bindën që nuk ishte thjesht imagjinata ime. E mbajtën. I kanë bërë këtë, domethënë, modelin e pirjes qumshtit nga pak dhe shpesh. Goca u qetësua disi, por edhe gjatë natës, sepse nuk na lejonin tynim, edhe gjatë natës mamit më referuan që ka qaj gjithë natën. I thash, po, kjo është shqetësim që unë e kam, po është edhe normale, jo kolikat, jo kjo, jo ajo. Okej, mirë, kaloj kjo, kaloj muaj parë, kaloj muaj dytë, muaj tretë, dhe goca nuk po përmirësohej. Nuk kam lënë pediatër, institucion pa e qu. Dhe gjatë gjithë kohës, do me thënë, unë asociohesha me një mami super të fiksuar,
Dhe fakti që isha pjesë e profesionit, më bënte do me thënë që të më thonin që shiko se e ke pak ti. Dalim që aty dhe them burrit jo. Tani është ndru turni atje te pediatria. Do kthehemi dhe fal Zotit që u ktheva. Sepse pediatri ishte një person shumë i përgjegjshëm. Unë nuk jam mbaj mend emrin, por ishte realisht do me thënë më ka shpëtuar gocën. Sepse përveç kësaj unë kisha dhe amlë në shtëpi me temperaturë. O Zot. Dhe kisha mendjen te ajo gjatë gjithë kohës. E kisha mendjen te amla. Dhe i them nuk ja shpjegoj edhe një herë shqetësimin që kam. E vizitoj, e dëgjoj mirë. Tha duhet ta shtrojmë. Po t'ja thuash një mami me fëmin 30 ditë dhe me fëmin tjetër 2.5 që e kanë spital. Jo, e kisha në shtëpi me mami ndjes. I thash jo, nuk mundem. Pastaj nuk e di se sa do rri, kam vajzën tjetër dhe nuk ka kush kujdeset sepse ka mamin punë, babin punë, burrin punë. Thash, mund t'i vem një vigon, sepse unë mund vi çdo ditë se jam afër, nuk jam larg. Tha, e merr përsipër ti, tha që sa të dalësh te rruga, vajza mund të të çedoj, unë nuk e marr dot përsipër. Dhe kur më tha këtë, normalisht unë ndjeva shumë keq, thash jo. Do bëjmë atë ç'është më e mirë për gocën. Kemi kaluar një natë të tmerrshme, sepse u futëm me një dhomë që ishim vetëm. Aty në atë, unë edhe mirë kuptoj mjekët dhe infermierët, sepse janë shumë të nënstafuar, nuk kanë ndoshta aq resurse dhe burime sa ti përballojnë të gjitha. Dhe unë isha gjithë kohës që shikoja nga dritarja kur do dilte drita, sepse e dje që do vinte mjekja primare e pavionit dhe do më vizitonte gocën. Puiza filloi të nxihej gjithmonë më shumë, isha e terrorizuar se isha frikme. Praktikisht ça më shpjeguan më vonë, sepse kemi pas një kalvar që kemi arritur deri aty. Viroza e gocës madhe e amlës i kishte kaluar puhisës. Përveç kësaj dhe refluksi që puhisa kishte, nuk e kishte favorizuar fare dhe komplet sekrecionet e stomakut të vjedhur ishin mbledhur në mushkëri. Dhe i kishin bllokuar totalisht mushkërinë. Dhe prandaj ajo ishte e nxirr, sepse nuk merrte dot frym. Jo sepse ishte ftoftë. Dhe goca filloi u bë pink në momentin që ne i vendosëm një kanjul te hundët dhe filloi të merrte frym. O Zot. Dhe unë isha përveç se mami, po aty isha një mami që nuk e kisha luksin as të panikosesha, nuk e kisha luksin as të qaja, as friksohesha, sepse trurimi ishte gjithë kohës, si do ta zgjidh unë këtë tani. Si ta ndihmoj gocën. Dhe isha gjithë kohës që mjeku thonte kemi bër të pamundurën, 3 ditë rrezikonim dhe ta humbisnim gocën 3 ditë e para. Dhe këtë më thotë pediatra që nuk kam parë një mami që ta përballonte atë lajm që kisha dhënë unë me një qetësi aq të madhe. I thash sepse unë në atë moment që ti më the këtë gjë, kisha bërë plan t'i bëja luftë edhe Zotit, sepse Zoti ma solli gocën dhe ishte dhurata më e bukur që unë kisha marrë për të dytën herë, por nuk do ta lejoja që të ma merrte aq kollaj. Nëse ishte e thënë që të ma merrte, do t'ja bëja punën e vështirë, që nëse kishte ndarë këtë gjë. Dhe kjo ka qenë motoja ime gjithë kohës. Më pas, atë. Por duke pasur këtë eksperiencë që kishit me refluksi, me amlën, ndërkohë edhe më pas me puhizën, nuk ishte e njëjta gjë thonin mjekët që e kishte amla dhe njësoj puhiza, apo i kishin të ndryshme pjesën e refluksit? Jo, e njëjtë. E njëjtë ishte. E njëjtë. Thjesht isha unë që isha pak më e edukuar, le të themi. Kisha pak më shumë informacion, mbi diagnozën, si operonte dhe në fund ditës unë kam edhe një manual tjetër të artë. Siç e njeh nëna fëmijën e vet, nuk ka mjek në botë ose profesionist ose çfarëdo që mund të jese që ta njohi. Dhe unë e dija pak a shumë që do më ndodhte kjo gjë. E qartë. Dhe ja parapriva mjekës. I thash dëgjoj, kam frikë se kjo ndodh, sepse vajza e madhe vuan nga refluksi dhe vuante akoma. Jo stabilizuar pasi ka bërë 4 vjeç. Qartë, e kuptoj.
Për një kohë shumë të gjatë atëherë. I tha, të lutem mos e lejo që dhe goca ime tjetër ta vuajt njëjtën gjë. Dhe realisht e kam lutë që të më ndihmonte, jo mua si mami, po të ndihmonte fëmijën tim. Dhe kam pas fatin që pediatrët pastaj që kam takuar, që kam vendosur të ndjek fëmijët, kanë qenë shumë të mira dhe gjatë gjithë kohës më kanë dëgjuar. E kuptoj. Dhe me Amlen, gjithmonë kur kemi pas problematikat, madje unë me Amlen e kam ushqyer vetëm me gji për 10 muaj. Sepse nuk hante asnjë lloj ushqimi tjetër, çdo ushqim tjetër, qoftë të fruluar, ajo e villte. Me qartë. Dhe ishte shumë e lodhshme për mua, sepse vajza vetëm nga ushqyerja me gji kaloi dhe u bë dhe anemike. Pra kishte një ferritin, kishte një hekur shumë tullët. Që i jepte lodhje, i jepte plogështi, i jepte atë dembelizmi, për gjithë kohës ishte, do me thë nuk flinte, dhe u bë një bashkësi gjërash. Dhe mbaj mend që kam shkuar me gocën krah dhe i kam thënë mjekës, kam nevojë të më dëgjosh. Dhe ajo hapi sytë, do me thënë, okej, çaj gjeti. Jo, i thash, kam nevojë që të më dëgjosh, po të bësh dëgjim aktiv. Të më kuptosh se çfarë po them, sepse kam 10 muaj që më thoni shumë mirë që po e marr gocën vetëm me gji. E tha, po pse tha, nuk ka filluar të ngurta? Thash, jo, vjell çdo gjë. Si vjell? I vjell, i thash, sa e fut në gojë i nxjerr. Më pa, tha, sa ko ka kështu që kur ka lind. Thash praktikisht që kur ka lind, po që kur kam filluar ti prezantoj të ngurtat, kam këtë vështirësi me gocën. Aty pastaj kemi bërë gjithë analizat, kemi bërë gjithë ekzaminimet, do me thënë, mu deshen vetëm 60 sekonda. 60 sekonda që unë ti tërhiqja vëmendjen mjekës që ta kuptonte nevojën time. Dhe pastaj u kuptuar që e Amla fakt ishte edhe një cis në tiroide. Një cis? Po. Okej. Që ja shkaktonte të gjithë këtë vazhdën e vuajtjeve. Dhe si e zgjidhet këtë gjë? E zgjidhëm pa mjekim, sepse analizat hormonale tiroides i kishte mirë, por i kuruam refluksin, sepse nga të vjellat... Si ja kuruat? Me çfarë? Me ranitidin. Okej. Ranitidina pastaj doli nga qarkullimi, më erdhi shumë keq, sepse faktike ishte një ilaç që bënte shumë efekt. Pastaj vazhduam domperidone dhe kemi vazhduar mjekimin deri në moshën 2 vjeçare, sepse kishte her pas here episode të refluksit. Pasi bëri 2 vjeç, do me thënë, e menaxhonim thjesht me shurupat antirefluks. A nuk ja bëre po të njëjtin gjë puizës më pas? Po të njëjtin gjë. Po. Ndoqë të njëjtin protokoll. Po, puizën direkt. Nuk e lejova që të shkonte. Sa e kisha në spital, që ishte në eshtruar, i kërkova të lutem refluksin, sepse e di që e ka dhe unë tani e shikoja. Dhe kisha bërë dhe trajnimin për laktacionin, kisha mësuar shumë më shumë. Dhe kisha një informacion më të mirë në krahasim. Prandaj ndihem edhe ndonjë fajtore me vajzën e parë, se dhe më ka qenë trial-i. Edhe aty kam mësuar dhe për shumë që besoj e kanë gjithë mamat këtë me fëmijën e parë. Të gjithë mamat. E kanë që ndihem fajtore sepse shumë gjëra dhe nuk i kanë ditur. E di se është si ajo shpreha, më bëj të nusuroj dhe njerë se di unë si nusuroj pastaj. E vërtet. Por si do t'ishte rritja e Amlës? Të gjithë përpos këtij shqetësimi, çfarë do të vijë re ti më pas tek Amla? E para që filloi të më shqetësonte ishte një sër shenjash që asocioheshin me spektrin. Filloi kur ishte 6-7 muaj që të zvarrite, shkonte te lavatriça dhe rinte aty, shikonte lavatricën. Po fokusohet tek lëvizja e lavatriçës, po. Po t'jepja një tel, kufje. Ajo rrinte 2 orë, 3 orë dhe fiksoj aty dhe nuk dëgjohej fare. Filloj pastaj, do me thënë, hapat e para, ecë shumë në majt gishtave, hapat e para, ose fjalët e para po i vononin, por filloj të fliste diku të 7-8 muajsh mamba. Por nga ana tjetër, filloj do me thënë dhe nuk kishte fjali ose fjalë të plota pasi bëri 1 vjeç, por këndonte këngët që dëgjonte
dhe i përsëristen pa fundësi. Për shembull, mund të kishe mbaj mënyrë mësoj fjalën gjirafa. Dhe 24 orë vetëm atë fjalë ka përsërit. Gjirafa, okay. Dhe mua më shqetësoi kjo. Dhe përpos faktit, duke qenë se kemi pas shumë histori spitalore, shpeshherë ndihem fajtore për këtë, unë ja prezantoja ekranet sepse nuk lejonte mjekun të përfundonte ekzaminimin. Okay. Dhe shpeshherë ishte edhe mjeku që thonë të lutem vetëm qetësoje, tregoj një video, një gjë. Po pse mërzitesh, e qante? Qante. Nuk të lejonte t'i bëje një ekzaminim. Okay. Kundërshtonte, kishte kundërshtime të papara. Qartë. Dhe filloi domethënë i përsëriste, fiksohej, avash pas t'i bërë 1 vjet që gjys, ndërkohë unë që 10-11 mushe e çoja dhe kontrolloja gjithë kohës për zhvillimin, sepse kisha të ndjesinë që kishte diçka që nuk shkonte, se kjo e çara e tepërt, këto të vjellat, fakti që nuk pranonte asnjë lloj ushqimi. Gjithsesi sot në çka kam lexuar, domethënë, është zgjeruar vendosja e diagnozës, është bërë autizm spektrum. Dhe avash po të lexoj informacione të reja që këto futeshin dhe cilësoheshin si çrregullimet spektrit. Mbaj mend pastaj që e kam çuar te pediatra që ndishe gjithmonë dhe i them unë, duhet t'i bëj një kontroll, thjesht për të pasë ku jemi me zhvillimin. Ta di edhe unë për shembull çfarë mund t'i bëj më shumë, sepse unë shikoja që kur shkoja te Xhamboja ose që i bleja lodrat, ajo zgjidhte kubat me ngjyra, zgjidhte numrat, i pëlqenin. Zgjidhte makinat, për makinat ndërkohë i merrte dhe i kthente dhe luante vetëm me pjesën e rrotës, ose për shembull ishte veshur me të verdha o duhet të gjenim një fustan, një gjë të verdhë, makinë të verdhë o s'ka. Dhe binim komplet Tiranës mbar për ta gjetë ato makinën e verdhë. Kishte tantrumet shumë të forta. Dhe filloi avash gjëra që i bënte, filloi domethënë dhe nuk i bënte më, filloi një dembelizëm që mua filloi të më shqetësonte shumë. I them mjekës që dua ta kontrolloj kot dhe fjala e parë që më ka thënë pse ke frikë autike dhe ma tha kështu sa që unë nuk kam për të harruar kur atë ndjesinë. Domethënë ishte një realisht sikur po të dishe dikush zemrën. Domethënë praktikisht kishin ngul një thik dhe ishte aq e fortë ajo ndjesia sa shumë po, okay, edhe për atë, sepse e kam pas gjithmonë këtë natyrën që kam qenë gjithmonë shumë e qetë. Okay, edhe për atë, nuk ka problem, dua vetëm ta di, a jemi mirë apo jo. I bëj një vlerësim dhe kemi qenë bashkë me bashkëshortin, aty ku na sugjeroi mjekja, dhe ka qenë një vlerësim 2 orë gjys i gjatë. Dhe ishim ujë në djers, sepse përgjigjeshim dhe nuk e dinim, apo përgjigjeshim sakt, ose nëse ato pyetje, për shembull një pyetje që na bëri, a hidhet? Ne deri atëherë nuk e kishim lënë amlën të hidhej kurrë, dhe ne ishim se dim. Nuk e linim sepse meraku, mos na vritet, mos kështu. Dhe unë isha se di, dhe isha panikosur sepse automatikisht pas çdo përgjigje që unë zdi, pas çdo pyetje që unë zdi të jepja përgjigje, e asocioj veten ti je një mamë e keqe, sepse ti nuk e di këtë. Dhe e provojmë aty dhe e amla realisht nuk hidhej dot, dhe këtë kam kuptuar pasaj kur e çova te trampolina, që ajo nuk hidhej dot si gjithë fëmijët e tjerë. Nuk bën të jump, pra nuk hidhej. Dhe mezi po prisnim vlerësimin dhe në atë moment thot ka thjesht vonesë gjysore. Kur ka thënë këtë, nuk di të them. Ka thjesht vonesë gjysore. Dhe sa vjeç ishte? 1 gjys. 1 gjysmë në atë moment. 1 gjysmë. E them unë, e sigurt, sepse nuk e kam problem. Domethënë nuk jam kategoria e prindit që do friksohet nga një diagnozë. Po. Duhet të punojmë mbi atë. Po dua vetëm ta di, a e kam gocën mirë dhe nëse ka këtë diagnozë, cilat janë hapa që unë ta ndihmoj. Jo, tha mos u bë merak, tha, sepse të gjitha i bën. Edhe na shpjegoi pastaj atë pyetësorin që na kishte bërë. Ndodhi pandemia më pas. Goca ishte shumë ekspozuar ndaj ekraneve, tantrumet i kishte më të forta. Fillon të merrte gotat, për shembull, dhe i thyente, po nuk i thyente sepse po tregoi një vajzë e keqe ose po tregoi një llastic. Asaj i pëlqente kërcitja, tingulli, e qetësonte. Dhe këtë e bënte kur ajo mbi stimulohej dhe kishte nevojë që të qetësonte veten.
Dhe ishte shumë e dhimbshme dhe shumë e dhimbshme sepse gjatë pandemisë dhe derisa i lash një konsultë të mirë fill, sepse ishte shumë e vështirë post pandemi të gjeje një mjek që donte të bënte një konsultë. Pa marrë parasysh që Amla kishte imunitetin shumë të dobët dhe smure shumë shpesh. Dhe kjo ma shtyu akoma më shumë atë konsultën. Po për të ecur, eci shpejt? Po, 1 vjet e 4 muaj. Ka ecur. Dhe të shikoj e fëmijën tënd që të fikej dita ditës ishte shumë e dhimbshme. Sepse kur shikoj video tani sa shumë gjëra ka pas bërë, sa shumë kështu, i them vetes që ku ke gabuar. Por është thjesht diagnoza e tillë. Shumë e vërtet. Është thjesht diagnoza dhe gjatë gjithë kohës tentoja të mësoja si ta menaxhoja dhe si t'ja përmirësoja jetën gocës, sepse nuk ishte vetëm fakti që ajo kishte një diagnozë, por shpeshherë i thyej çokoladata në mes dhe ajo qante dhe e vuante këtë qante me orë të tëra pse u thyej çokolata. Dhe unë që thoj, po jam i mami se ngjisim prap. Jo, pse u thyej çokolata. Dhe gjatë gjithë kohës, domethënë, kërkesa ime me terapistë isha, si t'ja lehtësoj unë jetën vajzës time dhe si t'ja lehtësoj edhe ju punën, sepse unë gjithë kohës kam qenë e bindur që me 1 orë terapi nuk është se do bëjmë mrekullia. Por ajo orë terapie do më shërbente mua si vendosja dhe ta stabilizoja rutinën e gocës. Dhe kur ka qenë momenti që nuk ishte më punë logopedi, pra që tham, po, vajza është në spektër. Kur ka bërë 5 vjeç. 5 vjeç. Do me thonë, unë e kisha gjithë kohës në terapi, por diagnoza ishte gjithë kohës suspekt spektri, ose çrregullime të zhvillimit emocional, ose çrregullime të zhvillimit social, ose çrregullime të lehta të spektrit. Dhe do me thënë nga mosha 2 e pak që kam bërë konsultën me neuropediatrën deri në vendosjen përfundimtare të diagnozës, unë nuk kam lënë ekzaminim dhe nuk kam lënë gjë që më është sugjeruar pa e bërë. Analiza metalesh, kam ish laktozën. Dhe çfarë të dilte të analizat e metaleve? Faktike, u e kam bërë të dyjave, sepse nuk i ndaja dhe kisha paranoja dhe te e dyta. E Amla nuk doli keq me metalet. Më keq doli puhiza faktike. Por i doli goxha e lartë niveli i bakrit dhe niveli metaleve të rënda. Që më pas kur e kam konsultuar me një mjek gjerman, neuropediatër gjerman, më thaj që, ti e ke bërë shumë mirë, por në gjykimin tim kjo është analiza më pa sens. Vërtet? Po. Se të e bën shpesh, e kërkojnë sot edhe reklamojnë ndërkohë shumë si analizë. Ai më thash më pa sens, pse mund të më shpjegosh? Po. E para tha ti, nuk jam ma dot nivelin e metaleve vetëm me një fije floku. E dyta tha, dhe nëse ka metalet e rënda, këto metale nuk është se ty të përqendrohen vetëm te truri dhe të bëjnë dëmin vetëm te truri. Do kishte dëme në veshk, do kishte dëme në mëlçi, do kishte dëme të pafundme në organizmin e saj. Pra nuk është se ti e ke nivelin e lartë të metaleve dhe ty e zgjedh metali të preki vetëm trurin. Qartë. Sepse nëse ti ke metale të larta në gjak, siç ma shpjegoj, metalet ngjiten ose transportohen nëpërmjet gjakut dhe gjaku qarkullon në të gjithë trupin. Nuk është se qarkullon vetëm tru. Dhe këtë ma tha, jemi akoma në studime për ta kuptuar, nuk kemi një pse se nga vjen. Sepse këtë e shikoj shumë shpesh edhe nga prindër të tjerë, domethënë që i frikson shumë emri, autizëm, diagnoza. Dhe nuk kanë faj, sepse unë e kam pranuar që momentin e parë dhe jam përgatitur gjithmonë për më të keqen. Le të bëhet më e mira, po unë t'isha e përgatitur për më të keqen. Por paragjykimi dhe stigmatizimi që kam marrë e Amla vetëm nga diagnoza, ka qenë shumë i frikshëm, duke filluar në qerdë, duke filluar në kopësht, nuk di të them se sa kopsht e kam ndruar. Po. Pse? Po, sepse nuk e trajtonin mirë. Dhe e Amla mund bënte
të njëjtat veprime që bën të një fëmijë normal, thjesht fakti që unë i kisha thënë që është me suspekt autizmi dhe ja kisha thënë me idenë që ato të më ndihmonin në vëzhgimet që bënin, që unë të kisha mundësi t'i punoja. Ose të më ndihmonin pak më shumë me socializimin, sepse Amla ka qenë gjithmonë natyrë pak më e tërhequr. Se dhe një gjë tjetër që ne nuk kuptojmë është që autizmi shoqërohet me karakterin e personit. Pra, nuk është se është thjesht autizëm dhe janë të gjithë një lloj. Po, sepse e ngatrojnë, diçka, po. E vërtet. Diagnoza bëhet më e vështirë kur ti ke vetë nga natyra një karakter pak më le të themi pak më të tërhequr, pak më të fjetur, ose si themi pak më e urtë. Qartë. Por ajo ishte një fëmijë në fund ditës dhe nuk kam, domethënë dy situata të vështira kam pas me Amlen, me institucionet arsimore. Në moshën 4 vjeçare ma dëbojnë nga një çerdhe private, nga një kopsht privat, sepse ne nuk kemi pranuar ndonjëherë fëmijë kështu dhe nuk dim të punojmë. Dhe në momentin që unë i them, okay, e kuptoj, qëndron kjo, jam e gatshme ta paguaj unë trajnimin. Sjell, po. E paguaj unë dhe se kjo do jetë një incidenca e kësaj diagnoze, por rritet. Po. Ti tani ke vetëm gocën time mbase, po më vonë do ke shumë kërkesa. Nëse si pranon ti, do ikin diku tjetër ku i pranojnë. Po. Dhe mos mendo se mund ta filtrosh se kë mund të marrësh dhe kë jo. Dhe ishte drejtuesja e institucionit që më bëri një pyetje, pasi unë bisedoja, flisja, tha, dukesh tha shumë e përgatitur dhe shumë e zgjuar, tha, gjunaf tha që të ka rënë kjo për pjesë. Aty mbajta veten sepse isha gati t'i thoja, gjunaf ti që komunikon në këtë forme. Dhe pastaj më bëri një pyetje stelare. Tha, cili nga ju prindit ka qenë i vonuar që ju ka dalë fëmia kështu? No, Po. Dhe nuk e di se ku e kam gjetë qetësinë. Dhe i them unë, e para njërë të sugjeroj që të moderosh mënyrën se si ti shprehesh. Sepse kjo pyetje që sapo bëra është një pyetje shumë diskriminuese. Dhe është një pyetje që nuk i takon drejtueses një institucioni arsimor. Faleminderit, e kuptova se çfarë do e priste vajzën time këtu. Po. Dhe kam ik, po isha aq e rënduar. Ishe rënduar, po. Thash, fëmia im 4 vjeç po dëbohet për një diagnozë që ajo nuk e ka zgjedh. Po. Kam bërë një email drejtorisë arsimore, Ministrisë Arsimit, Ministrisë Shëndetësisë. Nuk di domethënë sa persona e kam kontaktuar. Dhe në fund arri shkoj te zyra e ministres aso kohët shëndetësisë, domethënë. Dhe ishte një zonë që i kishin ftuar që të më shqetësonte dhe të kujdesej për mua, sepse isha unë që po e përjetoja. Isha unë ajo që po egzageronte situatën pak më shumë se ç'duhet, sepse fëmia im s'ka gjë letrit e cepi, pa ajo po kënaqet. Ndërkohë, ideja ishte që unë doja që ajo të gjithë përfshihet, të ndjej barabartë, të ndjej si gjithë fëmijët e tjerë. Pjesën tjetër mbuloja vetë. Nuk doja që të lodhej ose të stërlodhej profesionisti që të punonte me të. Doja thjesht të ndjej një fëmijë normal si gjithë tjerët. Dhe në aty më thonë që shiko, tha, nuk kemi çfarë ju bëjmë, tha, sepse institucionet private kanë të drejtë të mos pranojnë. Sepse ja nxjerrin justifikimin që s'kemi staf të trajnuar e kështu. Pa, duhet jetë detyrim ligjor ky pastaj në fund fare, në momentin që ti jep një licencë një shkolle, sepse edhe këtu është tjetër. Kjo ishte pyetja ime që i bëra. Nuk mora përgjigje dhe i dhash një shembull tjetër. Thash mirë, okay, dakor, e kuptoj këtë pjesë. Po të them një gjë tjetër. Unë tani dua të hap një institucion, me që s'po gjej një kopësht, një vend të staku të legocën, do të hapun vetë. Do të bëj një godinë shumë bukur, të trajnuar, të gjithë, por ama jashtë do ve një tabel të madhe sa unë këmbë, dhe do të them, nuk pranohen njerëzit me ngjyrë këtu. Jo, tha, është diskriminim. Tash pse kjo që po bëni ju me fëmin tim s'është diskriminim? Po jo, po ç'ke se do të ndihmojmë, do të rregullojmë ku e ke shtëpinë që të gjejmë një. Okej,
aty nuk kisha mbështetje shumë edhe bashkëshortin, sepse tha, po e stigmatizon gocën, sepse doja ta bëja mediatike, doja të shkoja kudo që t'ishte e mundur, sepse pasi mbaroi gjithë diskutimi me zonjat që ishin thirrur për të përfaqësuar institucionet, i them unë, e kuptoni se çfarë po ndodh fëmijës tim? Kriminalët më të rrezikshëm në të gjithë botën riadhetësohen dhe sillen në vendin e vet. Fëmia im po dëbohet nga vendi vet. Një fëmijë 4 vjeç po dëbohet sepse ti ke frikë të punosh me ta. Po. Puiza më pas. Do filloje ta shikoje puizën me më shumë sy, le të themi, që t'ishe aty e pranoj që kam qenë totalisht e fiksuar. Ishe e fiksuar? Po, isha e fiksuar, sepse ishin shumë gjëra të ngjashme, refluksi, fakti që përfundoj po prap me animacion, të qarat, por këtë radhë isha unë me qetë, sepse thash, okay, nëse do më ndodhi prap, unë do jem më përgatitur, dhe do di se si ta përballoj dhe nuk është fundi botës. Dhe filloj dhe puiza, do me thënë, unë e kam quar puizën nga frika, se Amla shkoj me vonesë, dhe gjithë kohës, dëgjoj edhe njerëzit e tjerë që më thonin, po se ke çunë çerë dhe ti, prandaj fëmijët ka nevojë për fëmijë, ja, prandaj të ndodh kjo. Ka asnjë gjë goca. Dhe unë që tha, unë fakt e kam pasur me dëshirë që të dyja ti mbaja deri në 3 vjeç, sepse doja ti kisha vetë. Lumë kush i ka mama deri 3 vjeç, lumë kush i ka. Vërtet lumë kush e ka luksin që ta bëj këtë gjë. Po. Dhe nga frika, se mos ndoshta me të vërtet izolimi dhe mungesa e socializimit me fëmijët e tjerë, do me thëmë më kishte çuar në një gjë të tillë me Amlën, e çoj puizën 8 muajshe. 8 muajshe? 8 muajshe. Dhe përpos kësaj fillova dhe masterin. Ai institucioni e ka trajtuar mirë puizën, aq mirë do me thënë, saj që kur shkonte ta merrte bashkëshorti, goca nuk i dilte. I thonte jo, shkonte me edukatorët dhe praktikisht vinte vetëm me mua, e merrja vetëm unë. Dhe prandaj nga eksperienca e mirë, ky ishte institucioni që më trajtoi mirë puizën, që më dëboje Amlën. Sepse thash, okay, kam të dy dhe vështirësia ishte që kur ne çonim puizën, që qante fillimet e para, e Amla shikonte këtë gjë dhe çdo mëngjes, se përpara nesh na ikte nga dora, dilte te dera dhe bllokonte derën dhe thonte jo motrën këtu. Jo motrën këtu sepse të qarat i asocionte me godinën dhe e mendonte se kush e di se çfarë do i bëjnë aty sepse ajo gjithmonë qante. Ne çonim puizën dhe pastaj çonim me Amlën dhe gjithë kohës ja shpjegoja motrë, po shkon me shokët, po luan me shokët. Dhe fakti që unë ja thoya, tani e bëj lidhjen, por fakti që unë i thoya po luan me shokët, kemi çuar te shokët, do kujdeset një tet për të kurse mami dhe babi, ajo reagonte akoma edhe më keq, sepse faktike Amla nuk trajtohej mirë. Dhe mendonte se njëjta gjë po i ndodhte edhe të motrës. Dhe sa shkonim ta merrnim, gjëja e parë që bënte vraponte për të çerdhja të marri motrën. Vraponte. Pastaj puiza detyrova të ndroja të dyja, i çova me një çerdhe dhe një kopësh tjetër. Kështu pastaj stopoi komplet. Vërtet? Po. Puiza nuk fliste fare. Fare. E stopoi të folurën. U çua një ditë edhe nuk foli më? Stopoi. Reagonte, ndërvepronte, ishte gjithë kohës po t'i thoje mere këtë puçe motrën, puçe mamin, kush është mami, kush është gjyshi, kush është nana. Ta tregonte me gishë kështu, por thjesht nuk fliste më. Thjesht nuk fliste. Dhe kjo më panikosi jashtëmase, sepse unë e kisha një dyshim, një suspekt, spektri. Dhe gjithë kohës shkoja te mjeku, dhe çoja gjithë kohës të bëja konsulta dhe mjeku më thotë mos u bëj paranojake, mos u fikso sepse ti po e mbi analizon. Dhe okay, ashtu qoftë. Dhe kur puiza bën një herë gjys dhe filloi prap mos fliste, aty unë me mendjen time, terapistes që ndishe Amlën, i kam thënë merre dhe puno me gocën sikur të jetë me autizëm. Jo, po Eralda duhet presim diagnozën, duhet bëjmë këtë.
nuk dua t'ja di fare, gjatë kësaj kohe, terapia dëm nuk i bën. Po, e drejt. Më mirë të kem shpenzuar 2 lekë më shumë, se sa të më ngelet pishmasi që më ka ngel me amlën. Dhe ka punuar, dhe Puisa ka filluar të flasi pas ka bërë 2:30. Tani nuk i mbyllet goja, tani ndihmon dhe të motrën, dhe tani imiton dhe terapistet me të motrën, kur për shembull e amla nuk do të thonë që motra, si kemi thënë, çfarë është kjo motra, ja shiko mua. Po e të ecurën, e kishte më vonë Më vonë se amla. Më vonë se amla. E kishte ka filluar të ecë 1 vjet që 6-7 muaj. Okay. Dhe kjo ishte një frikë tjetër që unë e kisha. Sepse ne shpeshherë ka edhe një gjë tjetër që ma thonë profesionistë. 17 muaj këto thonë që është okay. Po, është okay. Po. Është okay, po ne jemi edhe pak si popull që jemi pak paragjykues, sepse themi fëmia im ka ecë 1 vjeç. 1 vjeç e 2 muaj, pse s'po ecëm, pse s'po ashtu. E di, po e themi gjithkohës. Krahasimet janë të frikshme. Po. Si në të folurën, si në të ecurën. Po, dhe një gjë tjetër, domethënë që mua më bën përshtypje është që me diagnozën e autizmit, problematika kryesore dhe frika më e madhe është mos folja, domethënë mos të folurit e fëmijës. Kjo është një problematikë e madhe sepse mos komunikimi ja shton sjelljet, ja shton tantrumet, dhe në fund ditës është një fëmijë që nuk ka mundësi të shprehë dhe të gjejë mënyra të tjera për të shprehur. Por në momentin që ty të fillon të flasi, nuk mbaroj aty. A mendon se është genetika, Erelda? Po. Mendon? Po, unë e kam, domethënë, pra nuk vjen nga një vaksin. Jo. Jo, Puisës unë ja kam bërë vaksinën 3 vjeç, sepse prita sa të fillonte të fliste, se ishte frika më e madhe. Por jo, e amla e ka bërë vaksinën kohë, por fjalët e para, fjalitë e para ajo i thonte. Përkeqësimi gradual ka ardhur shumë më vonë pas bërjes së vaksinës. Ndërsa Puisës nuk e kam bërë fare, me këtë idenë që jo është vaksina, se ka dhe një gjë, në momentin që ti merr një diagnozë kaq të frikshme, që është një diagnozë afatgjat, prindi, kam kaluar dhe unë dhe e ndjej dhe të shumë prind që marrin këtë diagnozë për e të parë, do se të bën gjej një arsye, do të bën gjej një diçka tjetër që tjetë e zgjidhshme, vaksina, metalet, medikamentet, çdo gjë tjetër përveç autizmit. U mendoj që ka shumë, është një hipokrizi shumë e madhe në ndërgjegjësim në Shqipëri. Mendoj që është një hipokrizi e jashtëzakonshme. Si nga ana e institucioneve, si nga ana e prindërve që nuk lexojnë dy rjeshta për këtë gjë, si nuk bëhen empatik, si nuk përpiqen të kuptojnë që kjo është ajo që ne po jetojmë sot. Dhe duhet përpiqemi të përshtatemi. Shumë e vërtet. Mendoj që është hipokrizi shumë e madhe, thënë që po, unë e ndjej, unë jam e gatshëm ta ndihmoj, jo, ti nuk je i gatshëm ta ndihmosh. Jo. Sot, të gjitha këto histori, edhe të gjitha historitë që unë kam pasur këtu, nuk tregojnë që kemi një ndërgjegjësim, është një ndërgjegjësim hipokrit. Po. Jam plotësisht dakord. Sepse dhe në momentin që ti përpiqesh të mbrosh të drejtat themeltare të fëmijës tënd, të futesh në institucione, në për shkolla, kanë të shkruara në për gjitha të muret, kam të drejtë të gjithë përfshien, kam të drejtë të kem arsimim, dhe është institucioni i parë që ju mohet kjo e drejtë. Imagjino, qa do presësh më pas? Dhe në momentin që ti përpiqesh ta kundërshtosh këtë gjë, dhe ti thua dëgjoj, hajde të analizojmë, sepse unë nuk kam marrë të bëj këtu, por kam marrë të kuptojmë që nuk është faji fëmijës tim. Ti etiketohesh si mama problematike. Etiketohesh si mama, hama se kështu është mësuar, ajo shkoj derë më derë dhe tankohet. Tani ka dalë dhe kjo hama se tani do dalin në për televizione, do qaje dhe ja, kaq iku. Dhe nga ana tjetër, dhe nga ana tjetër, mua më bën përshtypje një diçka, Orinda. Nëse profesionisti më përpara, edhe nëse nuk i ka pëlqyer puna që ka marrë përsipër të bëj. Kemi pas plot raste që kemi marrë përsipër punë që nuk është se kanë qenë punë që na kanë përmbushur ne shpirtërisht, por kemi pas përgjegjësinë që ta bëjmë atë punë. Kemi pas, le të themi thonjë za frikën
që mos ta bëjmë siç duhet punën. Unë e shikoj që përveç se mungon dëshira e madhe, profesionalizmi është inekzistent dhe humanizmi është inekzistent, ka dhe një mungesë të theksuare frike që nëse ti dëmton, nëse ti gabon, ka një dënim që të pret nga pas. Po mungon sepse nuk ka qenë asnjëherë ky dënim. Dhe jam i vetmi prind që është përpjekur t'i ndjeki gjërat në mënyrë institucionale për t'i bërë gjërat siç duhet, që t'u jap dhe fëmijëve të mi një shembull, që shiko mami se është më e vështirë t'i ndjekësh gjërat siç duhet, por zgjidhen dhe funksionojnë. Dhe jam i vetmi prind që jam dëmtuar. Je gjithkohës ti me të. Në sa orë, 2 orë qëndron goca apo më shumë? Qëndron 4 orë. Atëherë pasi ndodhi ajo, sepse fillimisht duke qenë se goca friksohej nga të bërtiturat e mësueses, filloi dhe ajo, domethënë të kishte sjellje, sepse normalisht e friksonte. Dhe mësuesja primare e nxiste mësuesen mbështetëse që ta nxirrte gocën jashtë sepse nuk e duroj dot. Kam të drejtë të bëj mësimin në qetësi. Goca përfundoi gati 2-3 muaj që rinte korridoreve dhe ulëriste korridoreve. Pra ajo klithte për një ndim, ishin klithma të dëshpëruara që dikush ta ndihmonte. Normalisht mua nuk më thuhej çdo gjë. Po. Dhe fillova pash dhe përkeqësim gradual edhe në shtëpi, nuk pranonte tule, kishte sjellje, kur e çoja te shkolla, ankoj që mami barku, domethënë zverdhej, kishte raste që dhe villte. E çoj te psikiatri, e çoj te psikiatra dhe më thot vajza ka atake paniku, ka anks. Normalisht gjë e parë, shiqetat e para drejtojnë te prindit, ç'a bëre ti tani që i shkaktoi anksin. Gjatë gjithë kohës më thonë, jo po ti punon shumë, jo po ti nuk merresh me gocën, jo po ti këtej. Ndërkohë, edhe një gjë tjetër që s'kuptohet dhe që na akuzojnë gjatë gjithë kohës, që ne prindrit duhet punojmë shumë që të sigurojmë nevojat zhvillimore. Nuk po flasim ti blejmë një makinë si ja blej dhe nuk ka problem. Dhe ajo terapia nuk është çështje luksi që ne ja bëjmë. Po, është domosdoshmëri. Është domosdoshmëri. Dhe vendos ta ndiqe vet. Po. Pra i bie që ti ke hequr dorë nga shumë gjëra të tua. Po, nga çdo gjë. Tani kam 2 goca dhe mamushën dhe asgjë tjetër. Edhe mamushën shpeshherë e neglizhoj. E di. Dhe ti ndjek vajzat në mësim. Për qëndruar më gjatë. Po, e nisem gradualisht, domethënë nga 1 orë që ajo të instalonte sigurinë, sepse nuk ishte ideja që unë ta mbaja 4 orë aty. Ideja është që ajo të mësoj që këtu është një institucion që ka disa rregulla që unë duhet i zbatoj. Qartë. Por nga ana tjetër është edhe një vend i sigurt. A ishit në të njëjtën klasë? Qëndruat në të njëjtën klasë apo? Po. Dhe si e ke parë ti qasjen e mësueses në momentin që ke hyrë ti? Njësoj? Po. Domethënë edhe pse jam unë aty shpeshherë ka një pjesë tjetër të hipokrizisë, Orinda, sepse ndonjëherë kur vajza ime për shembull bën këto pasthirmat, ajo është gjithkohës mos u frikson, mos u friksoni, e di që friksoni nga Amla, e di që friksoni. Por ja thot fëmijëve. Po. Por nuk ju kërkon falje kur ajo ju bërtet me sa zë ka në kokë, sepse nuk e lën me bëmësim. Ti ke një ditar shumë të madh si mami në fakt. Por nuk mund të lija të ike pa folur pak edhe për ditarin tjetër. Patjetër, më shumë rëndësi. Po. Edhe se është shumë e rëndësishme, ka shumë goca që na ndjekin, që janë pritje të ëmbël, që kanë streset e tyre, ankthet e tyre. Unë kuptoj. Apo në vazhdimsi, ne kemi problematika të gjithëdhënies njëkohësisht me vajzat, që është ne përmendëm pak më parë se kemi për shkak të një stresi të vazhdueshëm që ne transmetojmë. Por megjithatë, në sallën e lindjes, mamia është besoj unë është shumë e rëndësishme. Po. Njësoj si doktorit që të ndjek, absolutisht. Po. Por, ti si e ke parë këtë profesion, që në momentin që e zgjodhe? E kam parë se sa i rëndësishëm është. Dhe që në momentin që kam marrë leksionet e parë dhe kam bërë praktikën e parë, nuk do të harroj kurrë ndjesinë që kam pas kur jam fut për herë të parë në sallën e lindjes. Dhe kam parë vuajtjet kolosale që kalon një femër për të bërë nën.
Dhe në atë moment direkt kam menduar mamin tim. Kaq ka vujt mami që të na bëj ne? Dhe një ndjesi që unë nuk do ta harroj, kur është ndjesia më e bukur është kur mamat marrin bebet e tyre dhe fillojnë, domethënë kanë të qarat nga lumturia. Po. Këto janë ato mama që kanë një eksperiencë të mirë lindje, sepse gjatë kësaj kohe kam parë dhe mama që kanë pas eksperienca shumë traumatike. Dhe pavarësisht se mua gjithmonë ka pëlqyer pjesa kirurgjikale, kur unë shikoja që një mami, edhe kur isha në praktik, kur shikoja që një mami ishte keq, domethënë po e përjetonte shumë keq atë procesin e lindjes, instinkti im i parë ishte të shkoja dhe t'ja kapja dorën dhe t'i bëja muhabet. Këtë e bëj mos miri. Jo se doja t'i bëja muhabet, por ishte shumë e rëndësishme për mua që ajo të qetësoj në atë moment, sepse një mami e friksuar, një mami e panikosur, nuk arrin të do ta linte as mamin të bënte punën, sepse në shumë raste kishte çare, kishte laceracione dhe mamat ishin shumë të friksuara, dridheshin, lëviznin dhe unë shërbeja aty që ta qetësoja dhe ta lejonte të bënte mamia punën dhe shpeshherë edhe ja shpjegoja se ndonjëherë mos dia ose e panjohura të frikson më shumë. Çfarë ke parë ti nga brenda këtij sistemi? Në momentet që ke bërë praktik, ke bërë te Geraldina praktik. Te Geraldina. Bërë te Geraldina. Dhe brenda këtij sistemi, ajo dita parë, kur ti hyre në sallë për herë të parë, ka qenë një lindje natyrale, ka qenë një lindje cesariane. Ka qenë lindje natyrale. Natyrale. Dhe ka bërë shumë përshtypje, dhe këtë kam parë edhe në përditshmëri, domethënë, edhe pastaj sepse në 3 vite aty e kam bërë praktikën gjithë kohës. Shpeshherë, për mos të pothuajse gjithmonë, flitet për gruan sikur ajo nuk është aty. Sikur nuk dëgjon ajo. Sikur s'dëgjon, sikur s'ka vesh. Dhe një rast që mua më ka, domethënë, kanë qenë 3 raste që më kanë bërë të mos të dua të punoj në shtet. Një rast është rasti një vajze 16 vjeçare rome, që ka qëndruar me ujëra të plasur 5 ditë. 5 ditë. 5 ditë. Po pse e linin ashtu? Nuk e di, e pyesja shpeshherë. Lere mama atë, po shikoje një çik atë se ka 5 ditë dhe unë imagjinoja bebin brenda pa ujëra dhe në vështirësi për të marrë frymë. Po. Dhe ajo vajzë nuk po hapej. Më kupton dhe kaloi dita e 3, kaloi dita e 4. I bën stimulus, tentonin që ta lindin natyralisht. Mbaj mend sepse ishte ditë feste dhe ishte paradite, ishte turni paradites. Shkuam të gjithë në sallë, krema mia domethënë unë isha akoma studente dhe më kishte thënë që je lidhur shumë me këtë gocën. Ja, dash zoti domethënë, e ka lindjen e parë, është e vështirë, po do të lejoj që ta ndjekësh ta presësh ti, sepse e shikoj tha që edhe mami është lidhur me ty. Thashë në fakt unë jam lidhur me të sepse është thjesht 16 vjeç. Po mirë, tha se kjo kategori kështu janë e rala dhe ti tha mos i përjeto. Thashë unë nuk po përjetoj kategorinë e racës nga cilën ajo vjen. Unë po mendoj veten time 16 vjeçare në të njëjtën situatë dhe sa të vështirë dhe sa e frikshme do ishte. Por më preke pakun përpara rëndësinë e një mamis edhe doktorit. Po. Ti kush mendon që është më e rëndësishme në sallën e lindjes? Mamia apo doktori? Unë mendoj mamia në lindjet natyrale. Mendoj mamia sepse më vjen edhe pak keq që koleget e mia nuk i japin rëndësinë që ato meritojnë vetes. Sepse shpeshherë duket sikur duam të kalojmë figurën e mjekut. Jo, ne jemi bashkëpunëtorët më të mirë të mjekut dhe mjeku është bashkëpunëtori jonë më i mirë. Kam lexuar edhe një pjesë të Kuranit që tregohej procesi i lindjes natyrale. Tregon që gruaja e kapi pas një dege dhe shtynte dhe në për spitalet në përbot militar, pra lindja militar është një prej tyre. Po. Por dhe krevatet janë të krijuara, kanë një si tip hekuri që gruaja mund të kapet dhe mund të shty. Okay. Pra nuk është ai pozicioni klasik që gruaja duhet të mbaj kofshat e veta dhe të mbi lodhet akoma më shumë. Duhet edhe të por kanë një diçka, domethënë vetëm ka gjë shtuar. Kjo pjesa shtuar, gratë shkojnë mbahen aty dhe kanë më të lehtë ta menaxhojnë trupin dhe veten e tyre.
ne vazhdojmë, operojmë me pjesën e kaluçit. Po. Dhe ka shumë mama që vetëm nga kjo idea zgjedhin linjën cesariane. Do me thënë, po të marrë një numër të paktën për këtë muaj, në 10 konsulte që kam pasur, 9 kanë qenë lindje cesariane. Dhe shpeshherë i pyet, sepse bëj dhe kurset prenatale dhe i pyesëm, çaj ju nxit që të zgjidhni lindjen cesariane, se e kuptoj kur ka komplikacione dhe s'ke çfarë ti bësh. Shpeshherë është frika dhe paranoja, sepse nuk din se kush do ju bjerë, kush do ju asistoj, kush do ju ndihmoj. Pra është kjo gjë, mendon? Po, është mungesa e vetë kontrollit, sepse je në gjendjen më vulnerabël. Nuk ke fuqi të bësh asnjë gjë vetëm, duhet dikush të të asistoj. Dhe ti ndjen një dhimbje që barazohet me thyrjen e 27 kockave, dhe ti mendon që po vdes, dhe nga ana tjetër të dëgjosh dhe një personel që të thot rriurt se të le aty të prek fare, që e kam dëgjuar, e kam asistuar dhe kur kam qenë praktik, dhe që nga praktika, kur kam qenë 18, deri më sot që më referojnë mamat, më dhimbset sepse nuk ka ndryshuar akoma pothuajse asgjë. Sa gra janë në një sallë lindje natyrale? Varet, ndonjëherë më shumë se 10. Edhe sikleti i madh për të shprehur, ti nuk shprehesh dot vetëm edhe jo mes 10 grave aty. Por ka pas shumë raste që shikoja, për shembull mamat vinin me ato dhimbjet e para që ishin të menaxhueshme dhe vinin shumë entuziaste se më në fund po do takoj të voglin tim. Dhe sa futeshin dhe dëgjonin ulërimën me traffikët. Dhe ishin kështu, domethënë, nga buzëqeshja ishte poker face direkt, ç'a po ndodh. Dhe nga ana tjetër shikonin për shembull edhe një personel ose një mjek ose një mami që mund t'ulej aty dhe nuk i kushtonte fare rëndësi. Aty kapte frika dhe më shumë. Njerë, unë po vija, po bësha gati domethënë, dhe duke në gjithë shkallët të korridori madh, para se të shkoja te salla e paralindjes, shikoj një zonjë që kishte marrë të stativin e serumit dhe po vraponte me vrap dhe po ikte. Dhe unë isha shokuar tash ku po shkon, sepse ishte me serumin, ishte dhe po vraponte, po ikte. Dhe i them kryemamis, i them unë, po, ç'a bëre? Lëre, s'do kthehet se s'ka ku shkon. Unë isha jo. Dhe mbaj më që kam shkuar i kam thënë, po ç'a ke, ç'a të shqetëson? Unë nuk futem aty, ato vetëm lërasin, bërtasin, unë do vdes po futa aty. Dhe unë që mundohesh ata qetësoja, hajde mos se po rrezikon Pepin kështu tani, ja është ka shumë dhimbje, po do të mësoj unë, do ta shikojmë bashkë si mund ta kalojmë, nëse ti mëson këto teknikat e frymarrjes që të mësoj unë, do jetë më mirë. Dhe që gjithkohës, sa nerva keti mu marrë me këto. Çfarë do të thotë një vajzë e cila është gati për të hyrë në sallën e lindjes? Mos panikoset. Ajo mund t'ja dali, mund t'a menaxhoj. Është një situatë friksuese, por jeta në vetvete është e frikshme. Ama ne vendosim të qasemi ndryshe. Dhe thjesht të mbaj mend ushtrimet e frymarrjes. Kurset prenatale të ndihmojnë shumë, por sot falë Zotit kemi akses të informacionit dhe mund të gjejnë të informacion ku ato ndihen më komode dhe thjesht fokusohen te dhimbja e tyre. Dhe midis kemi një përplasje her pas here të lindjes natyrale, lindjes cesarianesh, shpesh thonë që është më e dhimbshme. Kjo natyrale prandaj ju friksoheni dhe shkoni drejt cesarianes. Për pjesë dhimbje, jo. Unë ta thash çka kam kuptuar nga bisedat e shumta që kam bërë me mamat. Është po frika e dhimbjes dhe është frika që ti nuk e di se ç'a të ndodh. Sepse mama që e din se çfarë ju ndodh dhe e kanë të qartë se çfarë ju ndodh, e kanë më të lehtë pranimin e lindjes natyrale. Është një paragjykim që e dëgjoj shpeshherë që bëhet, ama se ke zgjedhur rrugën më të lehtë. Të lindjes cesariane. Por fakt në gjykimin që ti si e mami mjaftueshëm në këtë. Se po ti ishe mami e mirë do e kishe bërë natyrisht. Si a del dot, domethënë si e zonja mjaftueshëm. Këtë ma kanë thënë dhe mua. Ti gjithë kjo dhe ke bërë me operacion, por jo, rekuperimi ndonjëherë është edhe më i vështirë me operacion.
Unë ta ceka pak më parë, domethënë, ajo paaftësia që unë doja ta përqafoja vajzën time. Sapo, domethënë, mezi po prisja 9 muaj, isha me atë panikun do lind, dhe nuk e bëja dot sepse unë kisha duart e lidhura. Përveç kësaj, ti ke një kateter që mund ta mbash 24 orë pas lindjes. Pra dhe urinimi jot nuk është i vullnetshëm, as në tualet nuk shkon dot. Me vullnetin tënd të lirë. Duhet të jesh gjithkohës ti thuash një person që ma sjell pak fëmijën që ta ushqej. Pra, nëse ti e ke fëmijën pak larg dhe nuk e ke afër, nëse ti do të çohesh, nuk e bën dot. Sepse je empir derisa të dalë anestezia. Shumë e vërtet. Pra, është e dhimbshme, u hapen 7 stresa njëkohësisht, kështu që nuk është fare. Madje është një ndër procedurat më invazive konsiderohet nga mjekët. A ndikon në mirëqenien seksuale lindja natyrale? Po. Sepse ka nëna që edhe e zgjedhin cesarianën dhe për shkak të mirëqenies seksuale. Ashtu mendojnë ato, sepse atëherë duhet kuptojmë edhe një gjë. Pas lindjes, cila do qoftë zgjedhja cesariane ose natyrale, ke një kresh hormonal shumë të madh. Dhe rritja e estrogenit shpeshherë shkakton atë thatësirën vaginale, që shkakton dhimbjet gjatë marrëdhënieve seksuale. Nga ana tjetër, çarjet nuk të ndihmojnë, është e vërtet duan kohën e tyre të rekuperohen. Por nga ana tjetër, ti në lindje cesariane ke çarshtat stresat barkut. Dhe gjithsesi, sa të stopoj hemorragjia, por mos harrojmë dhe këtë që mund të duhet ndonjëherë edhe 6 muaj që të rekuperohet muskulatura. Pa harruar që shpeshherë ngelet dhe kjo pjesa e barkut pak e fryr nga prerja, që kjo pastaj i shkakton dhe mamave panik sepse i shkakton një deformim në thonjza të pamjes tyre. Dhe nuk ju pëlqen më vetja. Dhe për më tepër kanë të bëjnë shumë në shëndetin seksual, dyshemeja pelvike. Pra, dyshemeja pelvike janë muskulatura që mban të gjithë organet. Dhe shpeshherë lindja cesariane e dobëson dyshemen pelvike ose e kontrakton atë. Nëse te lindja natyrale, shpeshherë kemi, domethënë, zgjerimin e famshëm që quajnë ose lirimin e muskujve. Te lindja cesariane ke kontraktimin. Dhe shpeshherë ç'a kontraktimi? Kontraktimi i muskujve vaginal. Dhe e bën penetrimin më të vështirë. Qartë. E kuptoj. Pra të dyja kanë anët e tyre. Nuk mund të merret. Se një gjë që ne harrojmë është një transformim komplet. Jo vetëm në mendsi, po edhe në fizionominë e trupit. Ndryshimet hormonale kanë një faktor shumë të rëndësishëm në mirëqenien seksuale. Sepse ndonjëherë nuk është fare mënyra se si ti ke lind. Dhe ja ku jam me veshje fantastike të bukura nga brandet më ekskluzive të cilat janë mbledhur në një vend të vetëm, nga Kids Around në Ring. Dua t'ju bëj me dije që të gjitha veshjet që janë në Kids Around të fillojnë për nga mosha 0 deri 16 vjeç. Pra deri në adoleshencë keni mundësi që të blini veshje fëmijëve tuaj dhe janë brande ekskluzive si Kenzo, Karl Lagerfeld, Timberland, Billy Blush, DKNY, shumë brende ekskluzive që ndodhen pikërisht në Kids Around. Në këtë periudhë vere pa diskutim që sezoni është shumë ngjyrësh, fantastik si për plazhe, por edhe për festat që ju keni në verë. Ndaj, dhuratën më të bukur mund ta bëni në Kids Around. Sa i përket përgatitjes përpara, kurset prenatale. Nëse në fillimet e para baballarët ishin sikur i kisha marrë pak më zor, se thjesht po bëjnë trendin e radhës që të kënaqin mamat. Tani i shikoj shumë të investuar. I shikoj shumë të investuar, sidomos në momentin që ti u shpjegon ndryshimet që do pësojnë, sepse në momentet e para që kanë filluar të bëj kurset prenatale, kanë vënë re që shumë burra
fëmijën, do me thënë e shikonin thjesht si një shtesë e jetës bukur që ato bënin, një aksesor shumë i bukur dhe jeta atyre nuk do ndryshonte. Vetëm mami ndryshon. Mami bëhet më e keqe. Dhe kur unë ja shpjegoja, do me thënë, i bëja një pyetje, e keni menduar se si do ndryshoj jeta juaj? Të gjithë thonin gjëra shumë të bukura, po do na bëj, do na përmirësoj, po let na le pa gjumë, s'ka problem. Dhe kur i tregoja, do me thënë, dëmet që shkakton të pagjumësia, ato ishin ua vërtet, por e shikoja që shpesh herë, do me thënë, ato informacione dhe kurset prenatale, sidomos në prezencë të babait, do me thënë të çiftit, ishin shumë të vlefshme, sepse shpesh herë më kanë kontaktuar dhe baballarët, duke më thënë, Eralda, lutem na ndihmo, nuk po dim si ta ndihmojmë partneren ton. Mos i thuaj që të kam kontaktuar. S'ka problem, ose vrit me jenë për pagesën. Sa i çmuar është kjo, kur ka një bashkëshort të tillë. Po. Dhe unë i thua, faleminderit ti që po e bën këtë, dhe patjetër, dhe do me thënë nga biseda, pastaj mund të arrija të kuptoja shumë vështirësi që realisht mami kishte, por që ishte shumë e nevojshme prezenca një profesioniste, ose qoftë edhe një figure të jashtme, që nuk do ta paragjykonte atë për zgjedhje që bën. A ka pasur në këto komunikimi që ke pasur, ka pasur probleme postpartume të thella? Po. Deri në ekstrem, le të themi që në ekstrem jo, fal Zotit, sepse kemi arritur domethënë të ndërhyni në kohë. Të ndërhyjmë. Ka edhe një gjë tjetër që ne shpeshherë mësojmë vetëm me këto shenja tipike të postpartumit. Dhe ndonjëherë nuk e kuptojmë që ai ankthi ose ajo frika që ne kemi që bebi ka diçka që s'shkon, në fakt është një shenjë e baby blues. Ose është një shenjë që ne po e përjetojmë pak më shumë se ç'duhet. Ose për shembull fiksimi me pastërtinë, sterilizimi çdo gjëje. Ose nuk do dal jashtë sepse mund të mos muret, mund të ma prekin bebin, s'dua të ma puthin, s'dua ma shu. Sa që shpesh herë dalit e para, mamat i kam bërë me mua. Kam shkuar unë dhe i kam thënë që duhet të dalësh. Do të dalim bashkë, se kam nevojë të shikoj këtë gjë të bebit. Domethënë ai mund mos ke qenë e vërtetë, unë do vetëm ta nxjerra mamin. Dhe shikoja që ishin shumë të friksuara. Çfarë moshe janë përgjithsisht kur thonë nuk isha gati ti bëhesh mame? 25 deri në 30-32, po ka dhe mosha më të mëdha. Vërtet? Po. Unë nuk doja të bëhesha nën, por presioni, trysnia, bëje se të duhet. Dhe mua më vjen keq, por nuk i paragjykoj dhe mundohem që t'i ndihmoj të gjejnë harmoninë e tyre me bebin. Sepse është e vërtetë që jeta e tyre do të ndryshojë, se dhe sikur të kenë një person që mund t'ja mbajë 24/7, është përgjegjësia që ti ke, sepse ti mund mos jesh aty me bebin dhe dikush tjetër po kujdeset për bebin tënd, por mund ja tregje gjithkohë se fëmia. Ndi e vërtet. Nuk e fik dot asnjëherë. Jo, nuk e fshin dot. Është aty gjithkohës me ty. Dhe gjithmonë kur e nis kursin prenatal, ju them faleminderit që keni ardhur dhe do mësoni për një rrugtim që fillon në momentin që bebi juaj lind dhe mbaron kur ju mbyllni syt. Mbështetja e shtetit në këtë pikë. Jashtë vendit, shumica e ofrojnë falas. Pra, qoftë komunikimi përpara me një mami, e cila i ndihmon, instrukton në muajt ndoshta të fundit të shtatzanisë, që i bën gati, apo asistenca kur ata shkojnë në shtëpi dhe i duhet të paktën për një muaj apo 40 ditët në vazhdim të kenë asistencën e një një profesioniste të fushës në shtëpi për t'i drejtuar dhe për të bërë gjërat e duhura. Në Shqipëri kjo nuk është fare. Por, a ke vënë re ti në një tentativë që mund të bëhet në të ardhmen? Unë kur kam aplikuar, fillimisht me mamushën që doja ta ofroja si shërbim postpartum, se ka qenë shumë i vështirë postpartumi për mua. Dhe nuk doja në asnjë mënyrë që asnjë femër tjetër të ndjej siç isha ndjer unë. Kam aplikuar dhe më kanë thënë që ky është shërbim që ofrohet tashmë nga shteti. Ofrohet? Shumë më është përgjigjur. Vërtet? Po. Pra është një shërbim që ofrohet që të vjen një mami në shtëpi?
Presupozoj që duhet të vinë mamit e qendrave shëndetësore të zonës ku ti banon. Okej. Pra, duhet aplikosh ti për këto mami? Jo, supozohet që ti del në sistem atyre që ke lindur. Dhe mamia të kontakton. Okej. Unë e kam parë këtë gjë kur kanë lindur ndrat e mi. Mos ka ndodhur për shembull. Unë në shtet kam lindur. Ty s'të ka ndodhur. As mua. Këti ka shumë gjëra që duhen rregulluar dhe unë prandaj dua që të mam her pas here të sjellim në vëmendje. Unë do doja shumë që të ekzistonte. Të njerëzit të ndërgjegjësohen, të japin sa munden në këtë pikë, të përmirësohemi. Ashtu me hapa të vegjël, po të përmirësohemi. Dhe mendoj që si podcast me njëra tjetrën mund të ndihmojmë në këtë gjë. Po e ndihmojmë vetëm duke e folur. Duke e folur që është kështu, le të bëhet kështu. Shpeshherë kur unë shkoj në shtëpia që të ndihmoj mamat, kanë mamin, vjerrën dhe shikoj një mbi ngarkesë emocionale nga ana e tyre kundrejt mamës të re, po pse duhet të marrësh ti një person tjetër, po kështu jemi ne, po si kemi pas bërë ne në kohën tonë. Dhe shpeshherë them, po në kohën tuaj ju vite mamia. Dhe aty ngelen thon, po e vërtet vinte dhe na mësonte. Bebeve i japin qumësht formul në maternitet pa aprovimin e nënës. Po. Ndodh? Po, ndodh dhe më ankojnë shumë mama dhe një kategori e mamave që mua më thonë këtë, janë personel, janë mjeke, janë stomatologe, janë pjesë e fushës e sistemit dhe ju ndodh dhe atyre. Po, pse e bëjnë këtë gjë? Është ajo që thash, mungesa, unë e shikoj shumë evidente këto kohë të fundit, Orinda. Do të thënë përgjegjësia ose frika se nga mungesa e përgjegjësisë që ke, diçka mund të ndodhi ty. Mund të heqin nga puna, mund të dënohesh, mund të denoncojnë. Po, nuk e kanë fare këtë. Bebi ka nevojë, po qanë. Ndërkohë jo çdo herë që qanë bebi ka nevojë për qumësht. Po, ka një parehati, ka një ka një gjë tjetër që nuk e kupton jo vetëm prindrit, domethënë këto a shpjegoj shumë te klasat prenatale që bëj, po edhe profesionistëve, që bebi e vetmja formë komunikimi që ka është e qara. E qara, po. Vetëm nëpërmjet asaj komunikon. Do prekim disa nga mitet e lindjes? Po. Ne folëm pak më parë që Zariani është shumë e lehtë se natyrale, gjë është mit. E pa vërtet. Nëse lind me cezariane, gjithmonë do lindesh me cezariane? Jo, mit. Nuk operohet këtu në Shqipëri, po jo, kam asistuar dhe më thënë një praktikë që kam bërë jashtë që ishte mami pas një lindje cezariane dhe ka bërë 2 lindje natyrale, VBC. Barku i vogël do thotë që bebi nuk po rritet mirë. Jo. Mit. Edhe kjo. Lindja natyrale është gjithmonë shumë e gjatë dhe shumë e dhimbshme. Mit. Mund ka që lindin të shkallët. Pa. Nëse nëna ka frikë, lindja bëhet më e vështirë. Po, fakt. Nëse ke lindur një herë lehtë, çdo lindje tjetër do jetë lehtë. Mit. Në fund të shtatzanisë duhet të rish vetëm në shtrat. Jo. Madje duhet të jesh shumë aktive. Në sallën e lindjes ndodhen gjithmonë situata shumë dramatike. Jo, gjithmonë. Jo, mit. Ka gjëra të bukura, shumica, po. Në momentin që fillon lindja, gjithçka ndodh shumë shpejt. Mit. Kam përshtypje kam dëgjuar që kohët e fundit të hipin në kaluç në momentin që je gati për të lindur, po. Atëherë pastaj është shpejt, nuk zgjat shumë, po. Nuk zgjat shumë, po. Nuk kemi surpriza që ta dinë mamat që deri në atë moment do qëndrojnë larg kaluçit, që dhe mund të merrohen nga kjo pjesa. Dhe mund të lëvizin dhe mund të bëjnë çdo gjë që ato ndjen komode. Ecet, unë shpeshherë ju them që realiteti ky është që ndoshta në të njëjtin krevat mund të jeni 2 gra. Por të cepi krevatit mund të mbështetesh pak me pjesën e supeve, sepse kjo mbështetje ndihmon që ti ta heqësh atë peshën komplet nga pjesa e shpinës. Me qartë. Te pjesa më e madhe ankohen për dhimbjen e shpinës. E them, ose një karrike, ose një lëvizje, nuk është e thënë që të kemi vetëm ato kushtet ose të bëjmë ato lindjet nuj ose lindjet super luksoze ose luxury që kemi parë online. Barku me maj do thot djalë. Mit. Nëse nuk e dhimbje, nuk je në lindje.
Sepse kam rastisur domethënë që edhe janë hapur pa pasur dhimbje fare dhe se kanë kuptuar. 40 ditë në shtëpi, mos lëviz sepse janë ditët e tua të Leonis. 40 ditë, mundohu ta marrësh veten, të kujdesesh për veten, të kujtosh vetes që është një proces, një kalim që ti do ta bësh, por nëse do dalësh dil, madje, unë e kam kusht të çiftet që të paktën 1 orë në ditë ose në mos 1 orë 30 minuta t'ju asigurojnë mamave të ndihen vetvetja, qoftë të shkojnë deri te supermarketi. E kanë kusht. Duhet t'i japin kohë mamave, sepse ajo koha ka nevojë për rikuperim. Qoftë shumë e rëndësishme që një shkëputet pak nga bebi, Përveç se nga bebi, është shumë e rëndësishme të ndihet vetvetja. Erda, kthehem si ty si mami. Çfarë do I thoje një mami që është në këpucët e tua sot? Nuk është faj jot. Nuk është faj jot. Ti po bën më të mirë. Dhe duhet kujdesesh edhe për veten që fëmijët e tu të jenë mirë. Duket sikur shpeshherë ju shohin me idenë që ju nuk duhet keni më jetë. Po. Në momentin që kam pas shumë presion, lëre punën. Unë nuk e leja punën, më dashur të bëj shumë punë, 2-3 punë, që të mbuloja gjitha shpenzimet e fëmijëve, dhe të mbështesja të bashkëshortin I cili dha I bënte 2-3 punë. Por, mund t'i leja të 2 tjerat, por një punë nuk e leja dot asnjëherë, sepse doja të ndjesha vetvetja dhe nuk doja që një të ardhme kur fëmijët e mi të ishin në konceptin dhe në kapacitetin për të logjikuar, të thonin që ne ja shkatruam jetën mamit. Doja t'ju tregoja dhe përpiqem më shumë mish e shpirt t'ju tregoj që pavarësisht se ka qenë një rrugtim shumë I vështirë, mami është argëtuar, ka bërë më të mirën, ka bërë jetën e vet, ka qenë Eralda, edhe pse ka qenë disa mami. Vërtet. Dhe nuk është faj jot që nëse mamit nuk I ka ecur diçka mirë, sepse kjo sfidë ju dha. Kjo është një gjë që ti doja thoja atyre, po diçka tjetër që ti nëse vajzat e shohin këtë episod një ditë. Unë e kam ëndër, domethënë që të lë një trashëgimi, jo trashëgimi fizike ose monetare, po të lë një trashëgimi ku ato ka një copës fragmenti, ku sa herë që ndihen që s'ja dalin dot për diçka, ose që ndihen të dyshuara, ose që ndihen domethënë që nuk ja dalin dot, të shkojnë dhe të shikojnë dhe të lexojnë ose të dëgjojnë fjalët e mamit, që mami ka sakrifikuar shumë, që ato të kishin terrenin, që të kishin mundësin të ishin si që donin vetë ata, të ishin vetvetja e tyre. Dhe nëse ka një diçka që mua më gëzon, është që një nesër pas nesër fëmijët e mi do kenë një kujtim sa do të vogël nga unë. Edhe kur mos t'jem unë, në momentin që ato do ndihen në vështirësi, e din që do jetë në video tek tuke mamit, që po e thot gocat e mia janë më të mira në botë dhe do t'ja dalin dhe do bëjnë gjëra shumë të bukura. Elda, faleminderit që ishe me Faleminderit ty.